Në këtë vend gjendet edhe një trofe nga lufta e fundit, një kujtesë që nuk duhet harruar. Këtu ka qenë mina. Mina që aty, a? Qëtu që? Kur aro, a këthy kënina. O e ka rrotullu? E ka rrotullu dhe dole aty dhe a djeg krejt. Tu ka pos copat, kondaktit, municionit, karikatorve, dhe ma qenë metë. A pjesëtarët e ushtrisë tonin kohën atë pjesën e nena. Që aty të kurtë ku pa dukën. Që aty e në konë, këtu e në konë? Ta e në konë të i patrolluk një e me këshyrë me nashduk për faqës dhe atë. Sa ushtari në konë, a e kanë qenë pëlec apo ushtar? Paramilitari në konë krejta. Dhe mund që jenë marrë me si farsane te katene ka pas në altë aty. Edhe këta ketin kontra armatës të mrena, edhe këta dy knina. Tash kjo që ku më rrugë si trofej këtu me lonë që isha e luftës, që ka qenë luftë edhe kjo blinojna ka shërby shumë, edhe për furnizime edhe për luftë. Se të vetëmi koridore këna posë që na furnizu dhe në malit Berishës anina. Tila e në kohë dhe 2 tjera, 2 tanka edhe një nivë. Mirë po ato i jenë hjekë, se në kohë në rrugë e këto këna lonë që tu me jetë si eksponent i luftës. Që ta ushtarë kanë shku për lesh? Ta kanë ecë. E ka qiti farë plakët vogël shtu. Më pak, dhe që lastë të mërëci. Sa liqene janë edhe, a ka peshqe? Po. 33 liqe janë, 30 janë gjithër me ujë. 3 dështojnë dhe ma gjatë korikit edhe gushtë. Për shkak të nxehtësit. Po. E dike se këshim pas punu bashkë mirë, po nuk pahim në atona. 3 dështojnë, 30 në aktiv, janë me peshk. Për çdo vetë shpërndohet dhe ma groni thynë, pra në verën e hershme. Kur nisë me punu krapi, se vish krapi u këto. Se krapi mbjetën të vene moqalike që janë bulli, thujnë, peshk i loqit. Mirë po për peshkimat aktiv, se është edhe natural. Dhe ma edhe 30 hektar livade janë që kositën. 30 sa? 30 hektar livade që kositën për çdo vetë. Deponohen stojq, edhe në depot pleme, që i thujmë na, duj, që atë dimnit ka bord madhe, hiqet për plemes, qitet në grazhnia, po shpërndohet në për livade. Po i kanë stojq. Dikon janë 40 stojq dhe ma unë këtë livadet, të punun, që kjo është e farpuna jonë që e bojmë, do me thonë, vere dimen. Deri në vitin 1997, kjo shtëpi që po e shohim këtu, ka shërby si shtëpi e pylltarit, i cili është për kujdes për pyllin këtu brenda blinajës. Edhe të njëjtën kohë ka jetu me familje. Hajde shkojmë të shohim pak. Po, ki shërby edhe deri në vitin 2004 si pjesë ku kanë jetu ose ku kanë qëndru pylltarët brenda ditës ose mramjes. Edhe në pjesën tjetër atje, po me këtë familje kanë jetu.